Mirëmbrëma dëgjues të dashur, jemi në programin festiv për vitin e ri këtu në frekuencat e Radio Kosovës dhe kemi një nga zërat më të veçantë të muzikës sonë, Soko Latifin. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Si po ndihesh sonte? Shumë faleminderit pikës pari për ftesën që më keni bo. Unë gjithmonë ndihna mirë në radio e televizione si puna juaj që kanë pesh mbi gjitha që janë më të veçanta prej radio e televizione e tjera. Sokol, në këtë natë festive të kemi sot me bendin e mrekullueshëm. Kënaqësi është për mua. Dhe sigurisht do t'ju kemi live me muzikë të mirë. A keni bën një përzgjedhje për sot? Po, unë bendin e kam të Maqedonisë, La Band është bendi që performojnë edhe në për ahengje familjare, në për mbrëmje të ndryshme. Kena bisedu edhe 3-4 ditë më herët edhe kena përzgjedhë një repertuar që besoj që do t'ju pëlqej shumë. Na trego pak më shumë për repertorin e muzikës që preferohet për natën e vitit ri, se keni një eksperiencë të gjatë. Pikës pari shohin cili lokal çfarë muzike ka. Megjithëse edhe zgjedhin pastaj varësisht prej preferencave të tyre se çfarë muzike dëgjojnë, i zgjedhin. Unë me bendin tim zakonisht bojmë muzikë të lehtë, serenata, muzikë zbavice bojmë shumë, muzikë popullore, po i zgjedhme edhe këngë popullore që i performojmë, zakonisht këngët që janë më të pastra, më të mira për vesh, ato janë pjesë e repertuarit tonë edhe me to jena të punu shumë. Disa prej këngëve që mundesh me i veçu, që i dënë edhe publiku, i ndëgjon edhe këndon bashkë me ju? Për shembull, për sot çka kemi zgjedhur është prej të lehtave, është për shembull gjithë natën në dritare, shikoj të bukrën hëna, është pranvera në Prishtinë, është kalaja e Ulqinit, është hanim në qërshi pak ma popullore, ma ritmike që janë. Ka dhe disa tjera për shembull. Sinoni dhe një këngë bukur që i ka dhe. Sokol, që ka ju bën më të veçantë performancat live, sigurisht. Vetë më ndryshe. Shif mu, gjatë karierës time, gjatë jetës time më ka ra me bo muzikat të llojit ndryshëm, për shembull kam edhe muzikë zbavice, unë 15 vjet, 16 vjet kam qenë vokalist i grupit Latino Band, një grup që kena performu shumë si në Kosovë, si jashtë Kosovës, shumë në Shqipëri kena performu. Me ta kena pas një repertuar shumë të mirë që më ka bo edhe mu më ka zhvillu si këngëtar, për shembull kena bo muzikë të jugut, kena bo serenata korçare, kena bo muzikë flamengo, kena bo muzikë salsa, muzikë spanjolle, muzikë anglisht kena kriju, do me thonë, kena pas një repertuar goxha gjanë që mu më ka zhvillu shumë, instrumentisti kom pas mirë që të secili këngëtar, të secili muzikant, ajo ndikon shumë, ndikon shumë. Na trego këngën e parë me cilën do ta fillojmë sot. Sot sigurisht me pranvera në Prishtinë, me qenë se e pruna grupin se unë në Prishtinë jetoj, po grupi erdhëm prej Kumanovës këtu me pranvera në Prishtinë sigurisht. Atëherë gëzuar nga Radio Kosova, për gjithë shqiptarët anë mbarë botës, gëzuar vit i ri, shpresë që të keni shëndet e gëzime, suksese familje tuaj. Gëzuar. Natë parë, shikur vinte në Prishtinë, unë e ti si di këngëtar, për shpërisni, për dashurin, hej, unë të doja, ti më doje, nuk o gjenë për të dërmis, ytë liqe në bënin roje, Elisa gjelbronin prej lakmisë, sarrohet në rëfësi e parë, u pranvera ishte në Prishtinë, unë e ti si dy këngëtar, thurri vargje për dashurinë, sarrohet në rëfësi e parë. Pranvera ishte në Prishtinë, unë e ti si dy këngëtar, thurri vargje
vargje për dashurinë. Și curbinte në Prishtinë, unë e ti si di këngëtar, për shpërisnin, për dashurin, hej, unë të doje, ti më doje, muzgë gjelbër të gërmin, i të liqen në vënin roje, e disa gjelbronin prej lakmi, sa rrët ngrotësi e pa, kur pranvera ishte në Prishtinë, unë e ti si di këngëtar, dhurri vargje për dashurinë, sa rrët ngrotësi e pa, kur pranvera ishte në Prishtinë, unë e ti si di këngëtar, dhurri vargje për dashurinë, në Prishtinë. Zuar nga Radio Kosova. Te kalaja e Ulqinit, të takova të parën herë, prej dashnis dhe mallëngjimit, të kërkova dhe një herë, dhe një herë. Sa shumë vite kanë kaluar, s'kam të drejta s'ti kujtoj, po kjo zemër e lënduar, as njëherë nuk të haroj, s'të haroj. Malët për qakojnë kalan, si kur mua ti dikur, prej ditës shumë da, qetësi nuk gjeta kur. Si kur dhe ti valë valë, jeta ime s'ka qëtësi, zemrën time ta kam farë, se natën o bezo ishin të ri. Te kalaja e Ulqinit, të takova të parën herë, prej dashnis dhe mallëngjimit, të kërkova dhe një herë, dhe një herë. Sa shumë vite kanë kaluar, s'kam të drejta s'ti kujtoj, po kjo zemër e lënduar, as njëherë nuk të haroj, s'të haroj. Tjerë dashnor ka laporin, në ndërrojnë për ardëmërin, për qafuar rimbigur, si kur ne dikur. E sa kthesa ka kjo jetë, qka i pret nuk di as vetë, sa ka ranë dashuri, mos i lëndozo, se jam të ri.
se janë të ri. Ti që fike shpirtin ti, i ke malen pikli, krejt qka pata ty t'i dhash, rinin ti me ndor t'ala, si një reze një agi, ti gjithmon ma sjell gëzim, ti më ishe më e mira, kur për ty s'mu pik dëshira. Ti më ike ku t'besova, e unë prore ty më i të kujtova, ta besova jetën time, ma helmove zemrën time. Par çdo natë unë të kujtoj, me lotësi unë të kujtoj e kur s'të haroj. Prej se i ke dashuni, po lotojnë ta sytë e mi, lot piklin që i ke ku jeti. Edhe nga grupi jon, Laben, dhe unë Soko Latifi gëzuar, viti i ri gjithë shqiptarve, anë e malë botës. Që fike shpirtin ti, i ke malen pikli, krejt qka pata ty t'i dhash, rinin ti me ndor t'alash, si një reze një agi, ti gjithmon ma sjell gëzim, ti më ishe më e mira, për ty s'mu fik dëshira. Ti më ike kur t'besova, e unë prore ty më i të kujtova, ta besova jetën time, ma helmove zemrën time. Par çdo natë unë të kujtoj, me lotësi unë të kujtoj e kur s'të haroj. Prej se i ke dashuni, po lotojnë ta sytë e mi, lot pikun që i ke ku jeti. Par çdo natë unë të kujtoj, me lotësi unë të kujtoj e kur s'të haroj. Prej se i ke dashuni, po lotojnë ta sytë e mi, lot pikun që i ke ku jeti. Jemi në programin festiv këtu në Radio Kosovë, kemi edhe këngëtarin Soko Latifin. Soko, si po kalon? Njëherë për njerë shumë mirë, kënaqem edhe muhabet të po. Jemi në fund vit, na trego si ka qenë ky vit për ju? Plot angazhime kemi pas, unë jam edhe pjesë e Filharmonisë Kosovës, jam tenor në korin e Filharmonisë Kosovës, angazhime kemi pas edhe me Filharmoninë, shumë si vjetë koncerte jashtë shtetit, shumë, po edhe me interpretime muzikës popullore kena pas shumë angazhime, për mu ka qenë shumë i mirë, unë jam falimderus prej kushteve që mu kanë kriju kështu, po mu i me thonë se shumë mirë. Shpresoj që edhe vitet tjera kanë me mhes kështu. Filharmonia e Kosovës për ndryshe çdo ditë më shumë na bën krenar edhe neve me performancat e juaja, sigurisht edhe jashtë vendit. Na trego pak për eksperiencën tuaj. Shef, me qenë pjesë e Filharmonisë Kosovës është kënaqësi shumë e madhe, për ashtë pikë pari, për arsye se kushtet për me hy aty do të me qenë i përgatitur shumë profesionalisht, edhe kur e sheh veten se je aty, do me thonë
ka diçka që je aty, pastaj na çmojmë punën se e dim se jemi ambasador Kosovës për shembull për art e kulturë, tu e di se kultura sa ka ndikim te një popull e sa e vlerësojnë popull tjerë. Na mundohemi pjesa që jemi aty, antarë që jemi aty me dhënë maksimumin që spaku shtetin tonë, pastaj neve ta përfaqësojmë që është më smiri jashtë. Edhe njëherë për njëherë jemi i kaja dalëm. Përfaqësimi i fundit ka qenë në Vatikan. Po, në Romë. Roma është kana bjen hera tretë nduket. Italia njifet për muzikën klasike, për muzikën serioze, derisa na përzgjedhin neve, do me thonë, shohin diçka kapacitet të na. Është hera tretë që shkojmë, si vjetë kena pas edhe, është një repertuar që përzgjedhin ata. Një kompozitor ka qenë kardinal atje, edhe kalon disa vepra të shkrume, janë të i editu, të i punu edhe dojnë me vojnë gjezimin e aty me veprave, sigurisht dirigenti ka qenë Italia. Ka qenë një vlerësim i jashtëzakonshëm për ju. Po, është fundacioni Bertolucci, që mirët me këto, e me ta janë atu bashkëpunu shumë mirë, koncerti besoj që i ka dalë shumë mirë, se edhe e kanë inqezu ata, dojnë me pas kopjet e asaj, me mbajt për vetë. Sokol, na që ka disa momentet veçanta me Filharmoninë e Kosovës? Ka shumë momente, pikës pari na imi, me qenë se une vetë jam që 14 vjetë atje, ka antarë që janë që 20-25, na jena bo një familje, gati, a beson une me shumë qef është, dikuj ti t'inglon që ditë shumë punë, me shumë qef shkojmë punë, për arsye se puna është e mirë, nuk është e latshme, kur e njef profesionin, pastaj edhe me nëzisi presmi taku veprat pikës pari që i këndojmë se 4 zanore, 5 zanore janë shumë bukra veprat, edhe kur i këndon bukur, kur i ndin bukur, në ton kohë i në mësu çdo ditë mingu ato, edhe është fillon dita mirë me to. Po vrejt viteve të fundit edhe një ngritje vedijes për muzikën klasike. Po shif, tu hetë çdo ditë më shumë, tu ndëgju muzikë, a di si e ka muzika klasike? Si muzika tjera, për shembull, ndëgjon jazz kemi ndëgju të një jetën, ndëgjon popullore kemi ndëgju popullore, po në qofë se mëson veshin me muzikë klasike, kemi ndëgju muzikë klasike të një jetën, kështu që njerëz janë të mësu, po që tash edhe shkollat private, instrumentalistë që po mbajnë orë private, ju kanë mundësu fëmijëve, për shembull, prind ka shumë që po i çojnë fëmijët në shkolla edhe e domosdoshme është i fëmija pastaj me ndëgju muzikë klasike edhe në shtëpi, kështu që edhe prind edhe antar të tjerë mësohet me këtë muzikë edhe për atë arsye edhe kemi shumë njerëz që vinë me ndëgju. Do të thonë duhet jemi të kujdesshëm qysh në familje, si kultivohet shija? Qysh në familje, është vështirë pastaj mendoj. Edhe na si profesionist, për shembull, muzikë klasike ngoj shumë. Muzika klasike është si me thonë një roman i kadares, me muzika tjera, me do një poezi që e lexon në Google, qaq niveli i lartë është i këtyne veprave. Edhe unë e kom vështirë, për shembull, me ndëgju që tash muzikë tjetër, po kom ndëgju ma herët, kom ndëgju rock, jazz, muzikë letë, kom ndëgju, kështu që nuk e kom shumë problem. Po në qofë se nuk e ndëgju ma herët, je marrë vesh me muzikë klasike, është goxha e vështirë. Dhe në vendet tjera, në cilat po interpretoni për ju mirëpresin? Po tjetër. Si po ndini ju vetën? Shifon e thash, është privilegj me qenë pjesë e Filharmonisë Kosovës, për arsye se të presin ata e din se çfarë ndikimi ka muzika klasike të një popull edhe çmojnë shumë, pastaj edhe na çmojnë neve se din se prej ngavime dhe të e di se populli jonë, vendi jonë ka dalë domethënë shumë shpejt e kena pas luftë, dolëm për një lufte shumë të madhe, edhe hecëm shumë përpara. Domethënë ka instrumentist që bojnë nomin në përbot instrumentit kësaj Kosove, domethënë veç na u ka dhënë një mundësi edhe shpërthyen ata, edhe na vlerësojnë shumë. Sokol, jemi në programin festiv, sigurisht muzika asesi nuk duhet të mungoj, e sigurisht live me bendin, me çka po preferon me vazhdu? Do të filloj me Hanim në qërshie, kom për zemër edhe unë atë këngë. Filloj me Hanim në qërshie, është pak me ritmike. Faleminderit.
qërshi e qonim dashuni sa më doje ti e unë të mbajan gjith hanim në qërshi e qonim dashuni sa më doje ti e unë të mbajan gjith aha, aha sa e sa qërshi aha, aha tutje dashuni aha, aha sa e sa qërshi aha, aha tutje dashuni qërshia e ushu dashunia s'ka më psherëtima s'ka më dritërima dashu sos qërshia e ushu dashuria s'ka më psherëtima s'ka më dritërima aha, aha sa e sa qërshi aha, aha tutje dashuni aha, aha sa e sa qërshi aha, aha tutje dashuni qërshi aha, aha tutje dashuni aha, aha sa e sa qërshi aha, aha tutje dashuni më shikoj një her e dashur në sy zemrën se që më mbushe moj vazhdo me dashuni sa të desht aty jo as vetë se di ty të presh do në ato moj vazhdo me lot në sy unë të falë aty një putje ti më falë dashuni e bukur është jeta moj vazhdo o për ne të dy unë të falë aty një putje ti më falë dashuni e bukur është jeta moj vazhdo o për ne të dy
një herë e dashur në sy, zemrën se që ma mbushe moj vazho me dashuni. Sa të desht aty, jo as vetë se di, ty të pres çdo nato moj vazho me lot në sy. Unë të falë ty një putje, ti më falë dashuni. E bukur është jeta moj vazh, o për ne të dy. Unë të falë ty një putje, ti më falë dashuni. E bukur është jeta moj vazh, o për ne të dy. Vazhdoni që ndroni me programin festiv këtu në Radio Kosovë. Me ne vazhdon të jetë këngëtari Sokol Latifi. Sokol, në bisedën më parë folëm për pjesëmarrjen tënde në Filharmoni. Si mund ta bësh një dallim me bendin dhe të jesh pjesëtar i Filharmonisë së Kosovës? Dallimi është i madh, drejt me thonë, tjetër është muzika klasike, tjetër është muzika popullore, e lehtë këto, meqense po unë jam rrit me një familje. Babin teme kom pas profesor muzike, po njëkohësisht edhe interpretues muzikës popullore. Axhen e kom profesor muzike, po njëkohësisht edhe ai ka qenë interpretues i muzikës zbavice. Unë si fëmijë jam rrit me të dy zhandret. Po derisa kanë qenë profesor, ata e kanë pas edhe muzikën klasike në shpirtin e tyre, kështu që me këto tri lloj muzike unë jam rrit gradualisht edhe tu i mësu të trijat, kështu që njerë për njerë nuk me kam problem. Normalisht se dallojnë shumë njëna pi tjetrës, po vazhdoj paralelisht me të dyat e të trijat edhe nuk po kam problem. Jo, edhe që në këtë familje me bendin. Edhe po vret edhe atmosfera shumë e mirë që keni mes vete. Po. Këta grupin që ka performoj, tash do me thonë me 2-3 prej tyne, prej se kom fillu me umor me muzikë popullore, zbavice, të letë, jam bashkë me ta. 2 instrumentist që 4 vjetë janë 3, i kom zgjedh se janë shumë të mirë. Do me thonë, që tash momentalisht e kom bendin që po përshtatet mua dhe jam perfekt të ndime ta, jam shumë rahat. Edhe qysh arrihet një bashkëpunim i mirë me bendin? Po, merremi vesh letë, derisa janë instrumentistë mirë, e ki shumë letë më morë vesh. Për gjonat që duhet më diskutu, ulmi, diskutojmë, folmi, për shembull Iliri është edhe profesor i muzikës, është edhe udhëheqës i ansamblit Baram Shabani atje në Kumanov, Eugeni gjithashtu e ka muzikën të kryme, Shukria edhe Shkumbini mirën shumë herët me piano e me këto, shumë letë është më morë vesh me ta, veç që ju tregon se çka po donë, ata e dinë se çka, se për ndryshe me terminologji muzika është e vështirë kështu, për atë dikan që se kupton. Njerë për ne janë shumë rahat me ta. A ju ka ndodhur një moment që mundesh me përmend diçka që nuk ju ka shku sipas planit në për koncerte? Po qysh jo, ka që edhe ngatron tonalitetin e këngës, se ka ashtu ti veç e shes se jetë tjetër kone dhe shumë mirë është vesh, po nuk ato janë të secila grup ndodhë dhe të na. Kush është më i përgjithshmi prej jush? Ilirin e kemi kryesorin aty, Iliri edhe përvoj ka mas shumë ti muzikë, sigurisht i ka një 30 vjetë karierë muzikore, ka qenë pjesëtare i Ramis Sadikut, shoqërisë kulturore artistike, ka punu shumë në Kosovë, muzikën popullore e një jashtëzakonisht mirë, kështu që ata e kom njerë përgjes për orkestrën, po shpesh edhe me mu diskutojmë. Edhe ne si popull në rastet më të veçanta e ndjejmë muzikën popullore. Po. Si ndjeni ju me publikun? Shumë mirë, me qenë se thash, unë e përzgjedhi repertuarin tem, i përzgjedhi dhe këngë që i performoj, muzika jonë është jashtëzakonisht e pasur me këngë të bukura, me harmoni të bukura, me këngë që kanë temel të mirë. Për shembull muzikë të jugut bojmë edhe na shumë. Polifonia e jugut Shqipnisë është edhe në rrugët për UNESCO-s. Apo kupton, është çaq e vlefshme, popujt e civilizuar që e studiojnë ata, që kanë kohë me studiu, e krahasojnë me muzikën jazz. Do me thonë, na e kemi një muzikë të jashtëzakonshme, edhe unë po gjithmonë mundona mi zgjedh këngët më të bukura
që edhe njerëz kënaqen, po mos harrojmë se populli jon ngon muzikë jashtëzakonisht mirë. Kështu që i kënaqen edhe me njerëz se shifët si këngëtar, edhe si instrumentist, po edhe si këngëtar e njeh në fytyrën e njerëzve se apo ju pëlqen as po ju pëlqen. Sokola, është kjo edhe një mënyrë me interpretimin tuaj ta kultivoni edhe muzikën e mirëfillt shqipe? Patjetër, është e domosdoshme se në këtë popujt në rajon në Ballkan më shumë ti muzika folk, turbo folk është tu bo kërdi, domethënë. Ajo është po ta krahasojmë për shembull te na muzika jon popullore, ta krahasosh me këtë muzikën turbo folk që po ndodh që ka ndikim jashtëzakonisht edhe te na, ta krahasosh njëna me si në interpretim, si në harmoni, si në ritëm, është shumë larg prej saj. Po ata çka se kuptojnë harmoninë, ritmin edhe ato, për shembull për veshin e dëgjuesve muzika orientale është di me të bo për veti shumë. Apo kupton se tingëllon dhimbshëm, tingëllon ashtu, psikologjia e njeriut e ka një tendencë mi tërheq ato, po derisa e njefti muzikën popullore mirë se çka ka, nuk ta lën edhe karakteri, tu e di se kjo është tjetër nivel me ato. S'ta lën edhe karakteri, po edhe veshi jot që e ke mësuar si fëmijë për shembull, nuk ta lën me dalë ka ana tjetër. Unë si profesionist mundona mi zgjedh mi ofru njerëzve mi u tregu se kjo është ajo çka duhet na me bë. Edhe ton kohën mundona mi përzgjedh sa më mirë. Shoqën tane ti se ke, artizane lumës je, shoqën tane ti se ke, hej cutë lumjane, lumëshin duarte, artizane, hej qylimave, cutë lumjane, lumëshin duarte, artizane, e qylimave. Dite në të radhuno, qylimat bukur prodho, lulet bukati qërtis, mori lulja e malësis, e cutë lumjane, lumëshin duarte, artizane, e qylimave, cutë lumjane, lumëshin duarte, artizane, e qylimave. Jesi hënë, jesi djeli, ti për sytë e mi, më beso kur je larg meje, pa ty s'mund të rri. Jesi hënë, jesi djeli, ti për sytë e mi, më beso kur je larg meje, pa ty s'mund të rri. Gjerdanin e dashunis, amani, amani, jo ti goce vogël më se gris, amani, aman, ta kam fal ty zemrën që ta dish. Gjane, 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 ti e gjysma i me luturis, amane, aman.
Edhe njerë pra gëzuar nga Radio Kosova. Sa lartë toka e ka qelin, lartë të ka mën ty, Gjerdanin ma ke dhuru li, me në mbajt të dy. Sa lartë toka e ka qelin, lartë të ka mën ty, Gjerdanin ma ke dhuru li, me në mbajt të dy. E Gjerdanin e dashunis, aman e jaman, jo ti goce vogël mos e gris. Aman e jaman, ka kam fal ty zemrën që ta dish. Gjane, 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 ty e gjysma i me lën turist. Aman e aman. Gjerdanin e dashunis, aman e aman, jo ti goce vogël mos e gris. Aman e aman, ta kam fal ty zemrën që ta dish. Gjane, 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 ti e gjysma i me lën turist. Aman e aman. Një atmosferë mrekullueshme këtu në Radio Kosovë, sigurisht me këngëtarin Sokol Latifi dhe me bendin e tij të mrekullueshëm. Sokol, si po ndihesh deri tash? Unë e mirë shumë. Je shumë u kënaq. Faleminderit. Besoj se edhe ju ke përzgjedh edhe radion ton të jesh. Unë ju thash me kënaqësi, me kënaqësi çdo herë vi. Po flasim në këtë pjesë të fundit të bisedës pak për planet, për projektet e fundit që keni pas. Po, unë momentalisht është një studio do bas këtu, i kam miqët edhe të filharmonisë, po edhe shok më herët i kam pas. Janë jashtëzakonisht talentuar, janë të punu edhe me shumë këngëtarë tjerë. Unë i kam përpunu në disa këngë, për shembull Hapi sytë e zezë, Osman Takën, i kam sjell me një version pak më modern. I kam bërë disa këngë të reja të mia, dikun 10 këngë bëhet kollazhi i këngëve shka kur ti kry për mblidhen. Jam të mendu t'i kry njerë këto, t'ja vaj ka një video klip të mirë, do më thonë krejt janë gati, vesh t'i kry këngët edhe besoj që ka me dalë një projekt shumë mirë. Një përzgjedhje e këngëve shumë të bukura. Ka qenë vështirë të ripërpunohen? Është shumë e vështirë të ripërpunohen, me qenë se thash, për shembull Hapi sytë e zezë, Osman Taka janë pjesë e asaj muzikës të jugut atje që vetë ta bonin e kanë të mirë, pastaj nëse do t'i mi përpunu, do të me pas shumë kujdes se nëse i bën, nuk ja vjep një shije se sa e kanë, që tash edhe i deformon atëherë nuk e bë kur gjë. Kështu që na me ata djemt detajisht i kena punu, disa kanë dalë, domethënë janë kry, i kam marrë. Zakonisht këngëtarëve këngët e veta nuk ju pëlqejnë. Po derisa mua kam pëlqyer këta të mijat, besoj që krejtëve kanë më pëlqyer. Dhe këtë përmbledhje të këngëve, ku mund ta gjejnë gjithë publiku? Unë sigurisht do ta shpërndaj edhe nëpër media këto videoklipet, po sigurisht edhe në rrjetet sociale, se këta pe kryjm punën e vet shumë që tash. Edhe do t'i ndëgjojnë se po ka mënyra të ndryshme, jo me sponsorime, jo me kësi, që shpërndahen sa më shpejt, do t'a gjej mënyrë, do me thonë format më të mira që ka janë, natyrisht t'u bashkëpunu edhe me këta shka i njofin, formën e reklamës e këto. Besoj që i kanë mi ndëgju edhe
edhe kanë mi ra në dorë edhe këngët. Dhe 2025 që ti erdhi fundi, si ishte për ty ky vit? Viti ka qenë shumë i mirë për mu, me angazhimet shumë të thash, unë edhe fëmijët i kam instrumentist, 3 fëmijë kam, 3 i kam instrumentista, kanë pas suksese të jashtëzakonshme të tret, se kanë përzgjedhë, me qenë se unë nuk ju tham, pa ata me mësues të tyne, fati jem me djalin për shembull këtë vit e kam violin, fat ka pas edhe ai e ka një mësuese të jashtëzakonshme të violinës, që unë shumë falimnderues ndaj saj, po edhe ndaj mësuesve të 2 tjerëve që i kam vajzave, kanë pas suksese të jashtëzakonshme, një vajzë e kom gitare, vajza që e kom gitare, ja ka marrë pjesë më shumti, dhe me thonë këtë vit në për gara, është klasia shumë e madhe, dhe me thonë të arritu në më të madhe këti viti, unë e quj këtë me fëmijët e mi, po krahas këtyne me filharmoninë dhe muzikën popullore. Vajzën e kom qunë 22 koncerte, kështu gara Kosovë dhe jashtë Kosovës, do me thonë 22 garat e ka marrë venin. Një sukses i jashtëzakonshëm. Po këto, me qenë se e përmena edhe këto, se me këto jam di shumë. Dhe sigurisht bën ndjesh edhe i veçantë, pas këtë në shëguar profesionin, sigurisht ke ndikuar në përgjithësi. Po, përveç mësuesve edhe unë punoj shumë me ta. Dhe planet për vitin 2026? Me qenë se në u afru që tash veç me të parin jemi këtu, dhe me thonë që i bjen nesër o mas nesër. Unë do të vazhdoj me këto projektet e mija, tash me qenë deri sa më kam pëlqy këto kongë që i kam bo që tash edhe mu, kanë mi u pëlqy edhe njerëzve, jem të mendu edhe me vazhdu sa më shumë edhe me kongë të mija, po edhe kongë që janë dëgjume shumë ma herët e nuk jam përpunu, jemi të punu me ata djemë që mi sjellën në mënyrën më të mirë të mushme. Sokolion, të falenderoj shumë që së pari ke gjithë kohë jesh pjesë e Radio Kosovës për vitin e ri, na kënaqet me bendin, me muzikën e përgjedhur për sonte, ju urojmë punë të mbare shumë sukses. Unë ju falenderoj shumë juve që më keni ftu, unë jam i gatshëm sa herë që më ftoni me ardhmë kësi ambientet juja dhe të e di se çfarë vlere përfaqësoni. Faleminderit, sukses. Faleminderit shumë. Tash sa vjet se she prekazin dhe reqakun, tash sa vjet se she drenicën, tash sa vjet dhe Mitrovicën, tash sa vjet. Zoqte malit dhe bilibilat, qoadem. Po thonë lullet, trëndofilat, qoadem.
Po thojnë në këngët, thojnë dhe trimat, qoadem. Qohu shpejt, mos rrite vari, thot në lokja, qo se mjaft. Ta fladiti, valin toka, qo se ty. Qo po frete tan Kosova, ty ade.